Premjen e djeshme, ndodhi një debat i ashpër mes Egli Takos dhe Rozana Radit, të dyja banore në Big Brother VIP 4. Me Rozanën, kam dalë nga një debat shumë i madh dhe në momentin e rikthimit, u ktheva si një vajzë qytetare që e takova dhe e përshëndeta. Rozana më pyet sërish si je dhe i thash jam ok. Ajo nisi pastaj, pse më flet kështu, pse takove Danjen. Unë jam koherente, nuk duhet të priste që t'i hidhesha në qafë. Nuk më befason që kishte atë qëndrim. Rozana nuk është arsyesa e prishjes së raportit me Gjestin, ajo tenton po nuk është ajo, tha Egli. Egli më ka kërkuar vetë të jem afër këtij raporti. E kam parë posesive në shumë momente. Ty të vjen keq nga të vërtetat e mia. Që nga momenti i parë tek i fundit, Egli ka qenë e përqafuar me mua, më thoshte shko tek Nubi merr informacion. Egli ka dalë, ka ndenjur nën ditë jashtë, është qetësuar. Mirë do ishte ta bëja dhe unë këtë gjë. Unë vërtet kam thënë do dalë, por e kam ngrënë veten me dhëmë dhe nuk kam dalë. Nëse Egli ka ardhur e fortë, më bëhet qefi. Por është ajo Egli që i kam kërkuar gjithmonë të jetë. Egli ka xhelozi për raportin tim me Gjestin. Ka thënë në një moment Gjesti zgjodhi të rinte me Rozanën e jo me mua, tha Rozana. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar këngëtarja dhe biznesmenia Rezarta Shkurta, e cila ka publikuar një foto të dyja banoreve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Rezarta ka dalë në mbështetje të Eglit. Pema me kokra gjuhet, shkruan Rezarta teksa etiketon Egli Takon. Kujtojmë se vite më parë, Rozana dhe Rezarta u përfshin në një sherr dhe ngjarja u bë tepër mediatike. Nuk dihet nëse dy këngëtarët janë pajtuar apo jo, por fotoja e postuar në story tregon se Rezarta mbështet Eglin dhe jo Rozanën.